Ala Rasulillah. Me thëmë drejtën, pak të nga ajetet që përzjedhëm dhe lexuam sonte nuk di se çfarë përzjedh. Kështu që të ndajmë disa përfitime pikërisht nga ajo surja të cilën ne lexojmë çdo rekat. Dhe bëhet fjalë për surën Fatiha. Edhe në një diskutim me disa prej vëllezërve mbrëm, thamë që po të jemi pak të vëmendshëm, aq shpesh dhe aq shumë sa e lexojmë surën Fatiha në teravi, në këto rekate, sa herë lexojmë? Sa herë? 11 herë. Edhe 2 për yatsi, u bë 13 herë. Apo në një natë. Herë 30, herë 29, ja? Goxha, apo jo? Shumë. Jo, themi, thjesht e dëgjojmë. Thjesht sa e dëgjojmë. Pra 13 herë, çdo natë ne dëgjojmë surën Fatiha. Elhamdulillahi Rabbil Alamin. Jam i bindur, jo përmendesh që po të jemi pak vëmendshëm e mësojmë, po mësojmë dhe me rregulla dhe me tajwid dhe me melodi dhe me të gjitha, kështu si paket. Prandaj duhet të tregojmë pak të vëmendshëm minimumi tek surja Fatiha, edhe pse gjatë gjithë Kuranit, edhe pse është e vështirë, sepse ne elhamdulillah Zotit na bën rizq Allahu i lartësuar që bashkarisht të adhurojmë Zotin e gjithësisë në xhami 1 orë. Pra imagjinoj që për yatsi derisa përfundojmë, diç do thotë 1 orë, pra 1 orë të bëjmë durim në rrugë të Zotit, në një adhurim, kaq fisnik. Prandaj çdo gjë duhet ta konsiderojmë si shpërblim dhe si tregtime Allahu i lartësuar. Tani surja Fatiha është ajo, është çelësi i Kuranit famullar. Quhet Fatiha sepse është quhet çelësi i Kuranit famullar. Me këtë fillon Kurani famullar. Pra ka dashur Allahu i lartësuar që kaptina e parë, pjesa e parë e Kuranit famullar të jenë pikërisht këto 7 ajete, të cilat i ka quajtur Zoti i gjithësisë janë të veçanta për sa i përket kuptimit, për sa i përket mirësisë. Dhe është esenca e Kuranit famullar. Dhe po të meditojmë pak në këto 7 citate, pasha Zotin e gjithësisë, kuptojmë të gjithë esencën e Kuranit famullar. Dhe më lejoni shkurtimisht pa u zgjatur disa prej kuptimeve dhe disa prej mesazheve të cilat ne duhet t'i ngërthejmë, duhet t'i bëjmë pa pjesë të vetes tonë në momentin që i lexojmë, në momentin që i dëgjojmë. Çfarë i themi Allahut lartësuar? Elhamdulillahi Rabbil Alamin. Falënderimi i takon Allahut Zotit të botëve. Falënderimi i takon Allahut Zotit të botëve. Kështu fillon Kurani famullar. Me falënderim, me lavd, falënderimi i takon Allahut Zotit të botëve. Allahut, kush është Allahu? Vjen vetë Allahu na tregon se kush është ai. Zoti i botëve. Në momentin që ne themi Elhamdulillahi Rabbil Alamin, falënderimi i takon Allahut Zotit të botëve, tani është më se normale të shkojë imagjinata e jon në të gjitha botët, në të gjitha botërat të cilat ekzistojnë dhe janë arrethojnë. Bota e njerëzve, bota e melajkeve, bota e xhinëve, bota e shpendëve, bota e kafshëve, bota e gjallësave ujore, atyre toksore, gjithçka që ekziston. Kush e ka sjellë në këtë ekzistencë? Allahu i lartësuar e ka krijuar. Rabbil Alamin, Zoti i botëve, bota e qiejve, bota e 7 shtresave të tokës. Qielli i parë, i dyti deri tek i 7, distanca nga një qiell në qiellin tjetër është 500 vjet largësi. Deri në qiellin e parë, miliarda dhe miliarda planete, galaktika. Pra, tani e lexuam inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafi al-layli wan nahari la ayati li ulil albab. S'ka dyshim se në krijimin e qiellve dhe tokës, në ndryshimin e natës nga dita, ka argumente të forta për të zotët e mendjes. Pra thjesht të lëshosh imagjinatën tonë dhe meditimin tonë në krijimin e qiellve dhe tokës, aty çfarë konstaton? Zotin e botëve, Allahun. Pra imagjinoni se si mbushet shpirti, mbushet zemra me madhështinë e Allahut të lartësuar dhe një Zot i cili kush është Zoti, Rabbi el Alamin. Dhe fjala Rabb, emri i Allahut të lartësuar, Rabb, përfshihet 3 kuptime madhore. Krijuesi i gjithçkaje, sunduesi i gjithçkaje, zotëruesi i gjithçkaje dhe kontrolluesi, mbikëqyrësi dhe kujdestari i gjithçkaje. Që do thotë, pra imagjino për një moment, gjithçka që ekziston Allahu e ka krijuar. Gjithçka që ekziston Allahu e sundon.
Ai është sunduesi i vërtet dhe absolut. Dhe gjithçka që ekziston është në kujdesin, në mbikëqyrjen, në administrimin e kujt të Allahut të lartësuar. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Një gjethe peme nuk bie pa lejen e Allahut. Një gjethe peme nuk shkëputet nga pema pa lejen, pa dijen, pa urdhrin e Zotit të gjithësisë. Nuk ndodh në qiell apo në tokë, në sundimin e Allahut, kudo qoftë, ditën apo natën, në botën e njerëzve, të gjinëve, të melajkeve, të shpendëve, të gjallësave, nuk ndodh diçka pa lejen e të Madhërisht. Pa lejen e Zotit lartësuar. Elhamdulillahi Rabbil Alamin, falënderimi, pra unë këtë Zot falenderoj. Unë këtë Allah të adhuroj, këti i përgjërohem, për këtë agjëroj, për këtë falem, për këtë e pres kurban, në rrugën e këti do të jetoj, në emër të këti unë do t'i shpenzoj frymarrjet e mia, jetën time. Në këtë moment, kur dëgjon Rabbil Alamin, Zoti i botëve, nuk është shërbi që të përjetoj robi edhe pak frikë. Zoti i botëve, në dorën e tij, në sundimin e tij është gjithçka, vjen ajeti pasues. Ar-Rahman Ar-Rahim. Ky Zot, edhe pse është i plot fuqishëm, fuqia e tij është absolute dhe sundimi i tij është absolut, është i gjithëmëshirshëm, është mëshirues, pra qetëso. I gjithëmëshirshëm, mëshirues. Mëshira e tij ka përfshirë gjithçka. Ka depërtuar kudo, gjithkund ka depërtuar mëshira e Allahut të lartësuar, edhe pa besimtarin e ka përfshirë në mëshira e Zotit. Madje edhe kriminalët i ka përfshirë mëshira e Zotit të lartësuar. Jetojnë me mëshirën e Allahut, furnizojnë me mëshirën e Allahut, shërohen me mëshirën e Allahut të lartësuar. Dhe kjo është ajo mëshira e përgjithshme që Zoti i lartësuar e ka shpërndarë të gjitha krijesat që ka sjellë në ekzistencë. Mirë po është dhe një mëshirë tjetër e cila është enkas për besimtarët. Rahim, mëshirues, enkas për besimtarët. Prandaj në ditën e gjykimit Allahu i lartësuar do të derdhin mbi robërit e tij besimtar vetëm këtë mëshirë speciale. Në ditën e gjykimit nuk ka mëshirë për pabesimtarët. Mëshira është vetëm për besimtarët. Për sa i përket kësaj bote, po. Mi po imagjino pak çfarë ka thënë i dërguari i Zotit. Allahu i lartësuar ka 100 mëshira. Pra nëse ndahet mëshira e Allahut të lartësuar absolute në 100 pjesë, vetëm një pjesë, vetëm një prej mëshirave të tij Zoti i gjithësisë ka zbritur në këtë dunja. Me anë të kësaj mëshire, një pjesë të mëshirës së Zotit mëshirohen krijesat, furnizohen 99 pjesë të mëshirës së tij. Allahu i lartësuar i ka ruajtur në ditën e gjykimit vetëm për të mëshiruar, për të shpërblyer dhe për të nxjerrë faqebardh dhe për të futur në xhenet robërit e tij. Prandaj kur u tregonte dhe kur transmetonte i dërguari i Zotit të lartësuar këto kuptime të mëshirës së gjerë të Allahut të lartësuar besimtarëve, e të vërtet përjetonin një mendim të mirë dhe një shpresë absolute madhështore tek Zoti i gjithësisë. Ar-Rahmani Ar-Rahim, Maliki Yawmiddin. Ky Zot, që është i gjithëmëshirshëm, që është Zoti i gjithësisë, i gjithë botëve, është i gjithëmëshirshëm, mëshirues, është sunduesi absolut, është gjykatësi absolut i ditës së gjykimit. Në këtë botë ka lënë njerëzit të lirë, nuk kanë leje për gjithçka, mirë po kanë liri për gjithçka. Kush dëshiron beson, kush dëshiron beson. Kush dëshiron përzgjedh rrugën e dur, kush dëshiron përzgjedh rrugën e gabuar, kush dëshiron stoliset me virtyte, kush dëshiron vazhdon rrugën e tij, ka lirinë, mirë po nuk ka leje. Allahu ka dërguar profet, ka zbritur libra dhe ka caktuar kufi dhe ka treguar rrugën dhe ka zbritur Kur'an dhe gjithmonë ka dashur Zoti i lartësuar që robi të jetë në vigjilencë absolute në mënyrë që të mos devijojë. Mirë, në këtë moment, në këtë dunja njeriu mbjell, punon, testohet, por nuk gjykohet në mënyrë absolute. Ka një ditë pastaj kur gjykohet në mënyrë absolute. Ka Allahu i lartësuar i cili është gjykatësi absolut dhe suprem. Limen il mulku al-yawm lillahi al-wahid al-qahhar. Aty do dëgjohet një thënie i kujt është sundimi dhe gjykimi sot, askush nuk do flasë, ka tmerrja asaj dite. Pastaj përsëri do dëgjohet është pushteti absolut dhe gjykimi absolut sot është i Allahut i cili është një i vetëm dhe është i plot fuqishëm. Atëherë ne i themi Allahu të lartësuar, e lavdërojmë Allahun e madhruar se Zoti është Zoti i botëve, është i gjithëmëshirshëm, është mëshirues dhe është sunduesi Malik Yawmiddin. Është sunduesi i ditës së gjykimit. Dhe direkt na shkon mendja dhe na shkon zemra te dita që do dalë njeriu përpara Zotit të lartësuar, i vetëm,
nuk do të ketë përkthyes mes njeriu dhe Allahut. Do kuptohet shumë mirë. Do pyetet prej Zotit të gjithësisë dhe ai do përgjigjet. Do pyetet për jetën, do pyetet për rinin, do pyetet për pasurinë, ku e ka përfituar, ku e ka shpenzuar. Do pyetet për kohën e lirë, ku e ka shpenzuar. Çfarë ka bërë me potencialet që ka dhënë Zoti? Si i ka vlerësuar profetët e Allahut, 124.000 profetë të dërguar. Si e ka, çfarë raporti, çfarë qasje ka patur me profetin e fundit, me Muhammedin alayhis salam. Çfarë raporti, çfarë qasje ka patur me Kur'anin famëlar, do pyetet për të madhe dhe për të vogël për gjithçka që ka vepruar. Wa badalahum min Allahi ma lam yakunu yahtasibun. Madje do të shfaqen prej Zotit të gjithësisë dhe gjëra të cilat kur nuk i kishin imagjinuar. Edhe kjo është regjistruar. Do dëshmojnë për njeriu toka, do dëshmojnë gjymtyrët, këmba, dora, veshi, shikimi, gjithçka, shoqëria, gjithçka do të dëshmojnë. Prandaj besimtari përgatitet shumë për ditën që do të takojë Allahun lartësuar dhe madje e pret këtë ditë me padurim. Ne kemi thënë shpesh herë, dita e takimit me Zotin është dita më e lumtur, më e bukur, më kuptim plot për besimtarin. Dhe është dita më e tmerrshme për atë që nuk ka besuar. Prandaj të mbjellim në zemrat tona besim, iman, devotshmëri dhe mirësi në mënyrë që ta takojmë Zotin e lartësuar me një qetësi absolute. Në vijim, çfarë i themi Allahut të lartësuar? Deri këtu çfarë kemi bërë? E kemi lavdëruar Zotin. Falënderimi takon Allahut Zotit të botëve, i gjithëmëshirshëm, i mëshiruesi, sunduesi në ditën e gjykimit. Pa ky është Allahu, ky është Zoti që unë adhuroj. Pastaj çfarë themi? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dhe kjo është pika kulminante e Fatihas. Ky është citati më kulminant në Fatiha. E dini pse? Sepse këtu pozicionohet besimtari. Në këtë moment që mu bë risk të njohë Allahun, krijuesin, sunduesin, një të vetëm, Zotin e botëve, i gjithëmëshirshëm, mëshirues, sunduesi i ditës së gjykimit, atëherë më takon mua të adhuroj dikë tjetër përveç këtij Zoti? Absolutisht që jo. Atëherë pozicionohet. Ky është identiteti i besimtarit, i besimtares. Ky është kuptimi la ilaha illallah. Nuk meriton të adhurohet dikush tjetër përveç Allahut të lartësuar. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in është pozicionim, është identitet, është kartolinë që kemi ne si besimtar. Vetëm ty të adhurojmë o Zot dhe vetëm prej teje ndihmë kërkojmë. Kjo është kartolina e besimtarit. Ky është identiteti dhe pozicionimi. Tani, kaluam në dy hapa të rëndësishëm. E para, lavdëruam Allahun me emrat atributet e tij. E njohëm Zotin e gjithësisë. Pasi e njohëm, u pozicionuam, zum pozicion shumë e rëndësishme. Të kesh pozicion në jetën tënde. Je besimtar apo je ateist? Nëse je besimtar, je monoteist, pra je adhurues i një Zoti të vetëm, apo je adhuron diçka tjetër përveç Allahut? Është shumë e rëndësishme të pozicionohesh. Atëherë vetëm ty të adhuroj dhe vetëm prej teje ndihmë kërkoj. Tani e ke të drejtën ti kërkosh Allahut çfarë të duash. Ke të drejtën. Portat e qiejve i ke të hapura. Prandaj çfarë themi? Ihdina siratal mustaqim. Më udhëzon në rrugën e drejtë. Më udhëzon në rrugën e drejtë. Dhe këtë lutje ne e kemi, Allahu na ka mësuar. Allahu na ka mësuar që ti të lipset, ti kërkosh Zotin e gjithësisë minimumi 17 herë në ditë, më udhëzon në rrugën e drejtë. Më udhëzon në rrugën e drejtë. Dakor? Dhe kjo është duaja dhe lutja më e mrekullueshme, më gjithëpërfshirëse, më kuptimplot, më e domosdoshme dhe dobishme për njeriu. Pse kjo gjë? Se përderisa je në rrugë të drejtë, të gjitha mirësitë e Allahut i ke dhe do vërshojnë drejt teje. Nëse nuk je në rrugë të drejtë, atëherë çfarë ke përfituar? Dhe shikoni se si i themi Allahut më udhëzon në rrugë të drejtë. Po ne jemi të udhëzuar. Pra jemi duke i kërkuar më mbaj të udhëzuar o Allah në këtë rrugë të drejtë dhe më bëj të qëndrueshëm në këtë rrugë, të qëndrueshëm. Asnjë moment mos lajthis, në asnjë moment mos devijoj, në asnjë moment mos hutohem, në asnjë moment mos mashtrohem nga ofertat e ndryshme që mund të vinë në këtë dunja. Dua të jem shumë i vetëdijshëm, shumë i qartë, shumë stabil në rrugën tënde. Dhe madje më ndihmo, sepse i vetëm s'ka mundësi. Prandaj i themi wala takilni ila nafsi tarfat ayn, dhe mos më lër të mbështetem në veten time o Zot asnjë çast, asnjë moment. Pastaj dhe cilësojmë pak të rrugë. Në cilën rrugë i kërkojmë Allahut që të jemi të udhëzuar? Në rrugën e ajkës të njerëzimit.
Sirata alladhina an'amta alehim, në rrugën e atyre që ti o Zot ke zbritur mirësitë tua mbi ta, ti ke mbuluar me mirësi. Kush janë? Profetët, të devotshmit, të sinqertët, të vërtetët, dëshmorët, ai ka njerëzimit. Pra, në një farë mënyrë i kërkojmë Allahut të rësuar, unë dua të jem njeri special, njeri i veçantë, njeri i madh, me të mëdhenjt, me të veçantët, ata që ti i ke veçuar, i ke bekuar o Zot. Sirata alladhina an'amta alehim, unë dua të jem i udhëzuar me njerëzit që ti i ke bekuar dhe i ke mbuluar me mirësi. Ghayril maghdubi alehim waladdallin. Dhe në veçanti, më ruaj o Zot, nuk dua të jem në rrugën e atyre të cilët ti ke zbritur zemërimin tënd mbi ta, dhe as të atyre të cilët janë të huaj, të humbur, të devijuar, të lajthitur. Dhe janë dy kategori njerëzish të cilat devijojnë nga rruga e drejtë. Kategoria e parë janë ata që e dallojnë dhe janë të bindur që kjo është e vërteta, por nuk e ndjekin. Dhe kategoria e dytë janë ata që adhurojnë Zotin, mirë po duke qenë të paqartë, pa dije, të humbur, të devijuar nga rruga e Zotit lartësuar. Çdo të dëgjosh njerëzit. Tre kategori njerëzish janë në tokën e Zotit. Të udhëzuar në rrugën e profetëve, në rrugën e të mirëve. Të devijuar, mirë po të këta të devijuar janë dy kategori. Njerëz janë të zgjuar. E dinë që Islami është e vërteta, e dinë që Kurani është libri i Zotit, mirë po kjo nuk u përshtatet me tekat e tyre. Dhe kategoria e dytë janë njerëz që ndoshta në vetvete janë të mirë, duan të bëjnë mirë po fatkeqësisht nuk kanë gjetur rrugën e duhur. Ne shikoj sot vetëm në Indi, ke 1000 fe. A di çfarë thonë 1000 fe? 1000 mënyra se si e adhurojnë Zotin apo se si, po themi, se si kanë përzgjedhur që të besojnë diku. 1000 vetëm në Indi. Imagjino në botë se çfarë bëhet. Por në fund fare çfarë themi bashkarisht? Amin. Pranoje o Zot. Dhe pse pra që do thotë që Fatihaja është dua që ne kërkojmë Allahut të lartësuar dhe në fund fare themi bashkarisht amin. Kjo është Fatihaja. Të përpiqemi që në momentin që e lexojmë, në momentin që e dëgjojmë, të sillim ndërmend këto kuptime madhështore, se si e lavdërojmë, e madhërojmë Allahun lartësuar, se si pozicionohemi, pjesa e dytë dhe e treta, se si i kërkojmë Allahut të lartësuar, të jemi të udhëzuar në rrugën e drejtë gjatë gjithë jetës dhe kur mos lajthisim nga rruga e Zotit të lartësuar. Lutim Allahun që të jemi gjithmonë të udhëzuar, Allahu ta mbulojë me mirësitë e Tij. Lutsojmë inshallah vitrin 3 rekate. Allahu na pranofton.